nuk është vlerësim as i PD-s, as i Berishës, por është vlerësim i një elektorati Nuk frymëzon Berishën. Një sekund, të lutem. Është vlerësim i një shtrese njerëzish, të cilët për shumë arsye mund të kenë pakënaqësi në marrëdhënie me ne, dhe të cilët na kanë votuar në 3 palëzgjedhje. Dhe ne duhet ta shohim realitetin ashtu siç është. Nëse në kutinë e votimit ne na krijohet një udhkryq, është nga mos pjesëmarrja e kësaj shtrese njerëzish. Dhe në qoftë se ne nuk do të rigjejmë komunikimin me këtë shtresë njerëzish, ne do jemi në problem. Dhe nuk është kjo për të vlerësuar Berishën. Kjo është për të rivlerësuar pozicionin ton me një pjesë të njerëzve, të cilëve ju ka ardhur shpirtin majtundës me kadastrat, ju ka ardhur majtundës me shërbimet, ju ka ardhur me disa nga problemet që janë shfaqur gjatë qeverisjes son, dhe tani do më falni. Por këto probleme ekzistojnë. Dhe në qoftë se ne konsiderojmë këtë të rëndësishme, është era e parë që një forcë politike diskuton pas 3 mandatesh, dhe janë 3 mandate që kanë kaluar me logjika të rënduara, ka pas tërmete, ka pas situatë të rënduara shtetërore. Pas krizë politike më të madhe mbas 97-s se keni pasur në 2019. Dhe nga ky lloj koncepti, ne duhet të dimë trokasim tek kjo lloj shtrese. Dhe po nuk ja the asaj lloj shtrese që sot që po diskutohet dhe këtu është strategjia më e rëndësishme që ne po diskutojmë. Ne po diskutojmë një fakt shumë të rëndësishëm që ka të bëjë jo thjesht me fitoren e Partisë Socialiste. Ne po te i kalojmë çështjen e fitojmë ne teknikisht apo nuk e fitojmë ne teknikisht, sepse qëllimi kryesor dhe që ne po përpiqemi të ulim barierat ndërpartiake midis votuesve është për të ftuar të gjithë në masë të gjerë njerëzit, dhe për këtë arsye është kujtuar dhe 92-shi, për një pjesë të madhe të njerëzve që ende nuk kanë vendosur të na votojnë. Çështja e integrimit në Bashkimin Evropian është një shans i humbur një herë për Republikën e Shqipërisë. Dhe kjo për shkak të çmendurisë politike, jo për shkak të njerëzve. 96, 97, nëse nuk do të ekzistonin si të tilla, pra nuk do të ekzistonte manipulimi zgjedhor i 96-s dhe çmenduria e 97-s me nxjerrjen e ushtrisë në rrugë, mendoj se ne do diskutonim sot si antar të Bashkimit Evropian. Dhe tani e kam përsëritur, do ta përsëris. Diku te 10 ditë sa i bie pas datës 11 maj, në Tiranë do të vinë drejtuesit e Bashkimit Evropian. Imagjinoni, qoftë për një moment që t'i thuhet që kryeministri nuk do të jetë drama, por jemi në një krizë politike, minimalja, jemi në krizë politike, nuk po gjejmë akoma matematikën se si do të bëjmë shumicën e ardhshme. Dhe mos më thoni që sot gjysma e partive që janë rishtare apo që duan të futen fort në skenën politike, nuk duhet të jenë çelësi politikës shqiptare. Betejë do të jetë shumë e ashpër, jo për shkak të forcës së Sali Berishës, po për shkak të qëndrimit të natyrshëm tonin dhe problemeve që na kanë shoqëruar për 12 vjet dhe për mënyrën se si ne po i drejtohemi shoqërisë shqiptare. Berisha në këtë pikë nuk ekziston në marrëdhënien midis nesh dhe shoqërisë, sepse ky është një problem që ka të bëjë me qëllimin e kësaj fushate, integrimin në Bashkimin Evropian. Dhe këtu vota për PS-n është votë për Shqipërinë.